nxënësi ka pas armë, mos më gotë se unë e kam revole. Ka qenë shumë këmbgëlës nxënësi që arma ka qenë lodër. Në Kallzopikom kemi pranuar një raportim në cilin pretendohet se më 2 prill 2026, pranë shkollës Dardania në Prishtinë, është gjetur një armë zjarri e mbushur. Për këtë rast kemi ardhur me bisedu me drejtorin e shkollës Afrim Gashin, ndërsa policia e Kosovës e ka konfirmuar për Kallzopikom se e kanë sekuestruar një armë zjarri, mirëpo atë nuk e kanë gjetur në ambientet e shkollës. Policia thotë se rastin janë duke hetuar. Është e vërtet që në afërsitë të shkollës është qetë arma, edhe fatkeqësisht posedues të asaj arme kanë qenë edhe nxënësi i shkollës tonë, mirë po në bashkëpunim me prindin, bashkëpunim me policinë e Kosovës, kemi arritë që ta gjejmë. Arma është gjetë jashtë objektit shkollor, saktësisht në parkun e lagjës. Raportimet i kemi që është pa arma jashtë objektit shkollor, po megjithatë ne merremi me çdo detaj me sigurinë e nxënësve. Me 2 prill është thonë që nxënësi ka pas armë dhe ne këtë informatë kemi marrë me 3 prill, ditën kur kemi shkuar në pushimin pranveror. Mirë, po në bashkëpunim me prindin kemi qenë gjatë gjithë pushimit, mirë po e kemi pas bukur të vështirë me ardhur deri te ajo sepse ka qenë shumë këmbgëlës nxënësi që arma ka qenë lodër. Edhe na i kemi pas dyshimet tona që a lodër ajo, edhe kjo e ka po pak ma të vështirë me ardhur deri te ajo, edhe pushimi pranveror na ka qu drejt një lëvizje së armës prej dorës në dorë, edhe krejt në fund arma ka qenë në dorën e një personi që është +20. Si informatë e parë ka ardhur prej një nxënësi tjetër, dhe si informatë e dytë ka ardhur prej prindit të nxënësit, i cili ka qenë një mënyrë i kërcënuar prej këtij nxënësit me atë fjalën që mos më gotë se unë e kam revole. Ai thotë edhe me këmbgulje që armën e ka bler nga disa shitës ose grumbullues të metaleve që i shohim na çdo ditë nëpër lagjet tona, nëpër qytetet tona. Po kemi marrë masa, po inicimi i prindit ka qenë që ai fëmijë nuk është e rrugës më qëndru në shkollë tonë këto dhe ka bërë transfer në një shkollë tjetër. Drejtori Gashi tha se kanë marrë masa ndaj nxënësit duke suspenduar për 3 ditë, ndërsa sipas drejtorit, prindi i nxënësit ka kërkuar që fëmia i tij të mos vijojë mësimin në këtë shkollë dhe është transferuar në një shkollë tjetër. Sipas Gashit, nuk kanë pasur raste të tjera të ngjashme, por kanë pasur raste me armë të ftohta, thika, dhe i kanë raportuar në polici. Ky rast dhe një rast tjetër që u pretendua se ka ndodhur në shkollën Dardania u përmend edhe në mbledhjen e Kuvendit Komunal të Prishtinës më 28 prill 2026 nga asamblistja Nexhmie Xhema. Mirëpo rastin e dytë e ka mohuar drejtori Gashi. Për këto raste, Xhema kërkoi përgjigje nga Samir Shahini, drejtori i arsimit në komunën e Prishtinës, por ai nuk u përgjigj. Një nxënës i klasës së 7 është kap me armë në çantë dhe sipas pretendimeve ka pas një listë të nxënësve që ka synu me i sulmu, tuj e arsyetu me bullizëm. Vetë fakti që ka këty kjo çështje politike, po më pengon jashtëzakonisht shumë se me fëmijë nuk duhet të bëhet politikë. Dhe asambleistja e nderune, po i them nderune sepse ato e ka vendosur vota e qytetarit, kish më qenë shumë më mirë nëse një ngjarje të tillë kish mujt me faktu ndryshe nga ajo që unë e them dhe nga ajo që me faktu në organet e rendit edhe ata me u marrë me çështje jo deklarata sa për konsum. Pra s'ka ndodhur ky rasti? Jo, absolut jo. As nuk ka pas listë, domethënë as gjë. A ka pas dojtim që kjo temë me ullu, mos me u folë shumë, mos me u shpërndashëm? Kështu, nuk e di çfarë do të me u bë tjetër, përveç se me u raportu DKA-ja, me u raportu Ministria, me u raportu Qendra për Punë Sociale, po paraprakisht deklaratat në polici, jo vetëm të zyrtarëve ose e imi janë këtë rast, po edhe të 5 nxënësve që kanë qenë si dëshmitar ose si të dyshuar. Dhe pas kësaj është raportu edhe në Këshillin Drejtues, kemi marrë mbledhje të jashtëzakonshme me Këshillin Drejtues të
shkollës, si organ më i lartë i shkollës, dhe ato i kemi marrë 2 rekomandime. Rekomandimi i parë që vlen më përmend është që të mahet një mbledhje me Këshillin e Prindërve, ku bashkë me kryetarin e nderuar kemi ftuar mbledhjen e Këshillit e Prindërve dhe kemi raportuar në detaje. Dhe krejt që tu e hedhin poshtë atë pretendimin që dikush ka dashur me mbulu diçka dhe mos më tregu diçka nga kamerat, po edhe kontrolle ka të her pas hershme, jo të përditshme, kuptohet se i kemi 2100 nxënës, po burri i shkollës toni ka 5 hyrje dalje, të cilat shfrytëzohen edhe nga komuniteti. Dhe komuna se për shkak që shfrytëzohen nuk i mbyll këto hyrje dalje dhe kjo vështirëson jashtëzakonisht shumë punën e sigurisë. Me u bë thirrje të gjithë akterëve. Kur thon të gjithë akterëve në radhë të parë prindërve, më mirë se ata që munden më na ndihmu nuk mundet askush. Mësimdhënësve, jo vetëm të shkollës Dardania, pa anën vonë organeve të rendit, policisë, qendrave për punë sociale, sidomos që zakonisht na ankohen për mungesë stafe dhe nuk na mbështetin atë sa na kemi nevojë. Nuk folëm për ta, a kanë qenë... Po, në këtë rast po, na ju referohemi shumë shpesh, me raste shumë të shpeshta, sepse si shoqëni ka vujmë prej disa dukurive negative, jashtëzakonisht shumë prej problemeve të ndryshme familjare të cilat patjetër po reflektojnë edhe në shkollë.